që tjerëve të konfiskohet, të mirët toka e tyre. Dhe pyetja e dytë, përpara disa muajsh, zoti Berisha ju kam pyetur në lidhje me rritjen e çmimit të biletës së urbanit në Kamës. Dhe ju deklaruat se do të merrnit kohë për ta verifikuar si rast. A e keni mësuar apo e keni verifikuar se pra këshilltarët demokrat jo vetëm e kanë votuar, por në Kamës thonë që e kanë iniciuar vetë këshilltarët e Partisë Demokratike rritjen e çmimit biletës. A e dini këtë gjë? Përsëri, ne do ta shqyrtojmë problemin. Çfarë ka ndodhur? Jam informuar, kompania ka ndrruar mjetet e transportit, ka ble më moderne, më të dohen, dhe mbi këtë bazë, mos gaboj, megjithatë, ne do informohemi më mirë dhe të përgjigjemi.